Belbëzimi mbetet një ndër çrregullimet më të vjetra të folurit, por shkencërisht ende nuk është përcaktuar një arsye vetme që e shkakton. 2-3 raste pasdite pastaj është. Ekspertët theksojnë se përveç faktorëve gjenetik, mjedisi ku rritet fëmia dhe ekspozimi ndaj pajisjeve elektronike luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e komunikimit. Aktualisht qëndrojnë 3 teori të cilat janë të mbështetura nga shumë profesionistë që e studiojnë dhe vlerësojnë belbëzimin. Dhe është teoria gjenetike, teoria zhvillimore dhe teoria e mjedisit. Sipas logopedes Alketa Buba, prindërit duhet të kërkojnë ndihmë profesionale kur shenjat e belbëzimit zgjasin më shumë se 6 muaj ose kur në familje ka histori të ngjashme. Prindërit duhet të shqetësohen në rastet ku kemi të pranishëm faktorin gjenetik, pra kur kemi një familjar i cili ka patur një vështirësi në të folur, një pengesë në zhvillim apo problematika të shëndetit mendor. Në rast se klinika e belbëzimit zgjat më shumë se 6 muaj dhe është me një frekuencë të konsiderueshme, dhe patjetër në rast se kemi edhe simptomat vegetative, bashkëshoqëruese si tikje nervore, djersitje, skuqje, tensione muskulare apo edhe tërheqje të fëmijës nga komunikimi në përgjithësi për shkak të pengesës që ai has. Ndërhyrja e hershme ndihmon në përmirësimin e të folurës dhe parandalon përkeqësimin e problemit. Buba nënvizon se komunikimi drejt për drejt me fëmijën, leximi dhe bisedat e përditshme janë mënyra më e mirë për të nxitur të folurën e rrjedhshme dhe të shëndetshme.